Pushuesit plazhist përgjithsisht qytetar të Vlorës dhe të ardhur nga rrethet që nuk kanë mundësi financiare për të plazhuar me pagesë në plazhet private. Përshëndesin nismën e Bashkisë së Vlorës për krijimin e një plazhi publik 100% falas. Por për te i kësaj nisme, qytetarët pushues kërkojnë që për të pasur më shumë kushte, duhet që plazhi të pajiset edhe me shezlong. Është e domosdoshme në fakt pasi si kundër po ndiqni pamjet në ekran, plazhistët janë të shtrirë në rër dhe si shezlong përdorin çarçafët. Ndërkohë që më parë bashkia e ka pajisur këtë plazh me çadra e shezlong. Pamjet që po ndiqni në ekran janë fiksuar gjatë kësaj të hëne në plazhin publik pranë Marinës. Do t'ishte më se normale që ndoshta kundrejt një pagese simbolike të një çmimi mesatar prej 3.000 lekë të vjetër, qytetarët të pushojnë denjësisht. Patjetër që vendosja e shezlongve është kosto, por edhe mirëmbajtja e tyre gjithashtu. Ndaj vendosja një çmimi të përballueshëm për qytetarët do t'ishte një zgjidhje për t'u ofruar pushuesve kushtet e duhura. Bashkia e Vlorës ka hapur tashmë plazhin publik i cili është falas për qytetarët, një vendim që u përshëndet nga gjithë ata cilët nuk kanë mundësi dot të shkojnë në një plazh privat. Por qytetarët e Vlorës, të cilët plazhojnë në këtë plazh dhe pushuesit e kanë të nevojshme për të patur edhe shezlong, pikërisht në territorin ku ata pushojnë përveç çadrës. Bashkia e Vlorës duhet ta shikojë me prioritet edhe këtë fakt, ndërsa qytetarët dhe pushuesit janë të gatshëm qoftë të paguajnë edhe një çmim simbolik me qëllim që të plotësojnë më shumë kushtet në këtë territor të plazhit publik dhe të mos të qëndrojnë, si kundër po i ndiqni pamjet e filmuara nga operatori Anton Hoxha në rër të shtrirë, por të jenë në një shezlong me qëllim që të mund të pushojnë me kushte sa më dinjitoze. E ndërsa në territorin e Lungomares pranë ish Akademisë së Marinës ka tashmë një plazh publik të vendosur nga Bashkia e Vlorës, ende pushuesit dhe plazhistët që zgjedhin plazhin e vjetër nuk e kanë një mundësi të tillë. Sikundër po ndiqni nga pamjet e filmuara nga televizioni 6+1 Vlora, pushuesit pushojnë në këtë plazh me çadrat e sjella vet. Megjithatë duhet që bashkia të ofrojë edhe në këtë plazh, sikundër bërit tek ish Akademia e Marinës, me çadra e shezlong të cilët në fakt të kenë një pagesë simbolike. Në plazhin e vjetër, qytetarët vazhdojnë që të pushojnë dhe plazhojnë me çadrat e tyre. Ndërkohë, edhe në këtë territor kërkohet vendosja një plazhi publik nga Bashkia e Vlorës, që të jetë i pajisur me çadra dhe shezlong, qoftë edhe kundrejt një pagese simbolike. Vendosja një plazhi publik në plazhin e vjetër të menaxhuar nga Bashkia e Vlorës, por edhe plazhi tek ish Akademia e Marinës, edhe ky menaxhuar nga Bashkia e Vlorës, por të pajisur me çadra e shezlong kundrejt një pagese simbolike, do t'ishte një zgjidhje shumë optimale për qytetarët e Vlorës, të cilët do të zgjedhin për të pushuar plazhet publike në pamundësi për të paguar te privati.